Një ndër fokuset e Universitetit të Shkodrës janë projektet për diplomat përbashkëta me universitetet të huaja. Rektori i Universitetit të Shkodrës, Blerta Dragusha, tregon se po punohet për një diplomë të përbashkët me Universitetin e Salentos në Itali, një program që pritet të sjellë studentë ndërkombëtar në Shkodër. Aktualisht jemi në fazën e pritjes së rezultateve të projekteve Erasmus, për të cilat kemi aplikuar në shkurt dhe presim rezultatet. Kemi filluar me disa rezultate pozitive, më konkretisht jemi fitues në 2 projekte në Erasmus Mobility, një me Universitetin e Luvenit në Belgjik dhe një tjetër me Universitetin e Salentos në Itali. Po punojmë gjithashtu edhe për projekte të reja që kanë të bëjnë me diplomat e përbashkëta. Si vjet do të fillojmë një diplomë të përbashkët me Universitetin e Salentos, pra dhe aty parashikojmë të kemi student ndërkombëtar, ndërkohë që për vitin e ardhshëm kemi objektiv punën në 2 programe të tjera diploma të përbashkëta. Ky bashkëpunim synon të rrisë ndërkombëtarizimin e Universitetit të Shkodrës dhe të krijojë mundësi të reja për studentët dhe stafin akademik.